Pavarësisht se është një nga shkencat që ndihmon mjaft në zhvillimin e të folurit të fëmijët, ende në qytetin e Korçës, prindrit nuk i kushtojnë rëndësinë e duhur trajtimit logopedik të fëmijëve të tyre. Sipas mjekes logopede Alesia Filipi, prindrit i drejtohen mjekut specialist pas moshës 3 vjeçare, kur janë të bindur se fëmia i tyre ka problematika të folurit, ndërsa ndërhyrja e hershme që në moshën 1.5 deri në 2 vjeç është ajo e duhura për të marrë edhe rezultate më të mira nga terapia logopedike. Nëse fëmia deri në moshën 2 vjeç nuk i ka arritur në mënyrë cilësore kuret kilometrik të zhvillimit, që do thotë që nuk ka filluar fjalët e para, bilbëzimet, tregimin me gisht, pjesën e identifikimit, përcaktimit të gjërave brenda kontekstit, në këtë moment duhet parë një ndërhyrje më e favorshme e cila ndihmon fëmijën për të shkuar drejt zhvillimit të tij. Në shumicën e rasteve prindi ndërhyjnë mbi 3 sepse duke njohur edhe stigmen, mentalitetin, kostot e të tjera, i lënë dhe i neglizhojnë. Por shumë e rëndësishme ndërhyrja e hershme, sepse një terapi që fillohet 3 vjeç nuk është njësoj si një terapi që fillon me 2 vjeç. Përveç përdorimit të teknologjisë, edhe dygjuhësia është duke ndikuar mjaft në vonesat në të folur, të kuptuar apo në shqiptimin e drejtë të shkronjave. Normalisht është shumë e rëndësishme që fëmia të mos përdorë teknologjia, sa më pak, sidomos dygjuesia ka ndikuar shumë edhe në shregullimet e shkronjave ose të artikulimit, domethënë shumicën për shembull siç është r-ja e të tjera, të cilat fëmijët duke parë anglisht nuk i artikulojnë dot dhe drejtohen tek logopedi. Evidentimi dhe zgjidhja e problematikave të folurit apo të kuptuarit të fëmijët që në moshë të hershme është mjaft i rëndësishëm në mënyrë që këto probleme të mos arrijnë deri në bankat e shkollës.